duke filluar ekspert të arsimit, të bujqësisë, të ekonomisë, kemi bërë një program zhvillimor, duke i marrë edhe kërkesat e qytetarëve ku kemi bashkë biseduar me ta për të vendosur projektet për 4 vjeçarin e ardhshëm me synimin që ne do ta qeverisim Klinën. Kemi bërë një program ku do jetë Klina do jetë një vend i zhvilluar ekonomikisht, ku të gjithë do të kenë mundësinë për një mundësi të barabarta, si gratë, vajzat, burrat, djemt, për të hapur e zhvilluar bizneset e tyre. Një administratë depolitizuar, efikase në shërbim të gjithë qytetarëve dhe bizneseve, ku do të kemë një mjedis të pastër dhe atraktiv, ku të gjithë do të kenë mundësinë për të jetuar dhe investuar. Mundësi për realizimin e qëllimit dhe vizionin për komunën tonë. Kemi nda edhe objektivat duke filluar prej zhvillimit ekonomik për të gjithë qytetarët, ku objektiv kryesor do të jetë ndërmarrësia, zhvillimi ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, zhvillimi i bujqësisë, mbështetja e sektorit bujqësor dhe blektoral, zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore. Gjithashtu do të kemi prioritet të respektohet barazia gjinore 16-40, ndërsa në zhvillim të infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarëve dhe të bizneseve. Objektivi kryesor është rritja e nivelit shërbimeve administrative për bizneset në pronësi të grave dhe burrave, ku do të eliminohen procedurat birokratike, zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit në fshatra, përmirësimi i infrastrukturës rrugore, përmirësimi i cilësisë në arsim dhe shëndetësi si 2 shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik të komunës Klinës, ku objektiv kryesor do të jetë përmirësimi i infrastrukturës shkollore, përmirësimi i infrastrukturës së qendrës komunale të mjekësisë familjare dhe AMV-ve, dhe tjetër kemi përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor, ku objektiv kryesor do të jetë ruajtja dhe përmirësimi i natyrës, ulja graduale e ndotjes së ujit, tokës, ajrit. Një qeveri komunale që do të ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve, ku objektiv kryesor do të jetë përmirësimi i shërbimeve komunale përballë qytetarëve, ku qytetarët do jenë më afër dhe do të kenë më të lehta shërbimet e tyre administrative. Ne do të kemi kohë sigurisht prapë që të flasim për të gjithë. Veç e veç, do të flasim edhe për temat veç e veç. Po faleminderit shumë zoti Rustaj, kandidati nga radhë të lëvizjeve vendosur. Tani fjala për zotin Arben Limanaj, kandidati nga radhë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ky është 3 minutë që juaj, zoti Limanaj, pse ju duhet jeni kryetari i komunës së Klinës? Së pari, në jetën publike në komunën tonë jam që 25 vite, duke qenë për rreth 4 mandata asamblist në kuvendin komunal. Pastaj kam pasur edhe pozita të tjera menaxheriale në institucione publike, gjithashtu edhe në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit e kam përvojën e nevojshme për të udhëhequr me komunën e Klinës. Ne kemi përgatitur një program i cili përfshin sektorët me të cilat menaxhon komuna e Klinës, dhe ky program i ka disa parime bazë mbi të cilat ne mendojmë të menaxhojmë me 4 vitet e ardhshme, duke filluar nga bashkëqeverisja me qytetarët, transparenca dhe përgjegjshmëria e kemi parim themelor, zhvillimi ekonomik dhe social, mjedisi i pastër dhe i qëndrueshëm, modernizimi dhe digitalizimi i shërbimeve publike, siguria dhe rendi publik. Për administratën komunale, jemi që të funksionojë në mënyrë të hapur dhe llogaridhënëse. Çdo vendim dhe shpenzim publik duhet të jetë i qasshëm për qytetarët. Qytetarët duhet të kenë mundësi të ndikojnë në vendimarrje përmes këshillave komunitare dhe konsultimeve, për kujdesje për grupet sociale në nevojë, duke garantuar mirëqenie dhe barazi shoqërore, ruajtja dhe menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore janë si pjesë të parimeve tona. Vizioni ynë është që në komunë të zbatohet ligji, transparenca dhe llogaridhënia. Me një qeveri si e transparente,
dhe të përgjeshme duke